Në përvojën tuaj të përditshme me gratë shtatzana, e sheh që çdo ditë kërkesë kanë lindjen me operacion. Si e shati këto? Edhe çka e preferon si një profesionist shëndetësor, cilin metodë? Personalisht favorizoj jashtëzakonisht shumë lindjen normale. Edhe qëndroj gjithmonë te ajo që lindja normale është hyjnore. Më thonë, edhe ju them gjitha nanave që lindin normal që ju jeni hyjnesha. Megjithatë, në disa raste lindja me operim na ndihmon shumë edhe konsideroj si metodë të artë në këtë kontest. Megjithatë, kërkesat shumë herë unë mendoj se kërkesat për lindje me operim bëhen vetëm për shkak se nuk janë mjaftueshëm të informuara e nuk janë mjaft të vëdësuar se çka cilat janë komplikimet që ndodhin te lindja me operim dhe cilat janë komplikimet e lindjes normale. Megjithatë, nëse kemi një përcjellje të rregullt, unë mendoj se secila nën duhet të mendoj fillimisht lindje normale. Lindja me operim vetëm me dëshirë, konsideroj që është gabim. Po çfarë janë faktorë që po ndikojnë në rritjen e këtij trendit? Nëse mund t'i përmendësh. Po janë disa faktorë. Faktori numër 1, domethënë, është frika e nanave me him proces të lindjes. Dhe shpesh herë, domethënë, mos informimi mjaftueshëm për gjendjen. Mandej mos informimi mjaftueshëm dhe mos vëdësimi mjaftueshëm që tha më herët për procesin e lindjes se si do të vijoj. Pastaj duhet gjithmonë të informohen gjitha nanat se pas një lindje me operim, normalisht që komplikimet edhe pastaj vazhdojnë. Më thonë, mandej një nanë që lind një herë me operim ka me vazhdu me lind vazhdimisht me lindjet edhe tjera me operim. Por gjithashtu duhet të kemi në konsiderat që infertiliteti sekondar ndodh më shpesh të lindjet të pacientë që kanë lind me operim se sa të pacientë që kanë lind normal. Kështu që janë shumë faktorë, por që një ndër faktorët është për faktin se për neve, për shembull personelin mjekësor, është shumë ma letë me realizu një lindje me operim. Sepse na merr kohë 45 minuta, 1 orë eventualisht, dhe ne përfundojmë procesin. Ndërsa për nanën, tek atëherë fillojnë problemet e lindjes. Do të thonë, tek atëherë nana njihet me i ka dhimbjet, i ka ato vështirësitë e veta. Ndërsa te lindja normale, normalisht që neve na duhet më shumë punë, sepse na duhet dikon 12 orë ta përcjellim një pacientë. Dhe normal që edhe rreziku, do të thonë, atë frika se mos po ndodhi diçka me frytin ekziston, por megjithatë kur ti ke një ekip profesionale të gatshme, gjithmonë duhet të mundohen deri në atë pikë ku nuk rrezikohet diçka shëndeti i nanës dhe i frytit. Deri në atë pikë mundesh me shty lindjen. Normalisht që në momentin që shet diçka rrezik për frytin, sepse na kemi shenjat e hershme ku neve na paralajmërohen se po rrezikohet gjendja e frytit, atë normalisht që na nuk e presim me ardhjen e një komplikim. Megjithatë, kur kemi kushtet përshtatshme, vetëm për shkak të frikës të dhimbjeve, normalisht që është gabim. Mirë po, mundu me thonë pse po rritet numri i lindjeve me operim, jo vetëm te na, por në gjithë botën. Vlen theksohet se dikon rreth 37% ka mri numri i lindjeve në nivel, do të thonë, në vjetore për brenda një vitit, lindje me operim, që do të thotë që kjo vjen ne për shkak të komplikimeve edhe një nanë edhe faktikisht edhe mjeku cili e përcjell në disa raste nuk don mu ballafaqu me problemet, nën muje përcjell një shazani dhe don fundit me pas një fryt të shëndosh. Normalisht që deri vonë nuk kanë ekzistuar, tash është veç në përpilim e sipër edhe protokolli për lindjen normale dhe atë me operim. Dhe normal që kur kemi protokoll të rregullt, atëherë kemi mundësi edhe me trajton sipas protokollit, edhe është më lehtë në aspektin ligjor pastaj për mjekun. Megjithatë, fundit, duke përjashtuar komplet pjesën ligjore, është edhe ndërgjegjja profesionale, cilin i përjashton çdo gjë tjetër, që në fakt mendoj që në fund ne kërkojmë edhe prindërit kërkojnë një bebë shnosh. Andaj edhe është një situatë në goxha delikate, që në fakt vetëm rastet që me dëshirë nuk i kisha rekomanduar me lind, po e thash edhe më herët që lindja me operim shpesh edhe them që është metodë e artë në rastin konkret për faktin se edhe për neve, por edhe për prindër
shumë një procedurë më lehtë për me dalë për një problemi.